Beteja me zjarret e verës së ardhshme ka nisur që tani. Mësimet e reja të viti janë kthyer në masa konkrete për sezonin e ardhshëm të përballjes me zjarret. Është bërë inventari i plotit dëmeve në banesa dhe në krejer baktish, të cilat do të shlyhen me pagesa të drejtpërdrejta nga buxheti i shtetit. Ndërkohë do të investojmë shumë fort për të rritur kapacitetet e trupës zjarrfiksëve, të cilët do të përfshihen në të njëjtën skemë të rritjes së pagave të forcave të armatosura. Si dhe do të investojmë më tej në teknologji, me dronët, me kamera termike, për të mundur që ti detektojmë zjarret shumë më shpejt se sa pastaj ato të bëhen të vështira për të ndalur. Po ashtu do të trajnojmë sistematikisht forcat civile në nivel vendor dhe do të përfshijmë edhe shkollat në mbështetje të shërbimit pyjor, ndërkohë që penalitetet për zjarrvënësit do të ashpërsohen edhe më shumë në kodin penal.